Të nderuar xhamatlie, falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin i ja shprehim Allahut Zotit ton. Ato e falenderojmë prej Tij falje, udhëzim, mirësi, mëshirë dhe rahmet kërkojmë. U dërgojmë selavate dhe selamet tona më të sinqerta pejgamberëve të Zotit Gjelle Shanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, volës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut Gjelle Shanuhu, krijesës më të pastërt dhe më të ndritur që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit Gjelle Shanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi ne besimtarë dhe musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve taala, krijuesi jonë dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, ne edhe atëherë kur gabojmë, edhe atëherë kur bëjmë lëshime me që jemi njerëz dhe të tillë na ka kriju Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, përsëri nuk e humbim ymytin, nuk e humbim shpresën nga mëshira dhe nga falja e të madhit Zot Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Sot është gjumaja e parë e këtij viti kalendarik, e ne dalim nga një fund vit në të cilin është dashur patjetër ne si besimtar musliman e si njerëz në përgjithësi, po si besimtar në veçanti, edhe t'i bëjmë një rezume të kaluarës së këtij viti, po edhe të provojmë tash këto ditë tulemi, ta qesim veten tonë përpara dhe bashkë me familjen e ta bëjmë një plan program, një synim, një qëllim të vitit në të cilin kemi hyrë. Sepse, të nderuarit e mi, një hadith i pejgamberit alayhi salatu vesselam më bani që sot pak munal dhe me reflektue nga ajo që kalum këto 2-3 net, sepse vërtet edhe këtë vit të dhonat zyrtare nga qendrat mjekësore duke u nisë nga qendra klinika universitare e Prishtinës dhe qendrave në përqendra tjera të Kosovës, është me të vërtet shqetësuese, sepse kemi qindra fëmijë e njerëz të gjymtuar, e të cilët një pjesë e tyre edhe me gjymtime të përjetshme. Pra, kemë fëmijë që kanë mbet sakat, pa sy, pa gishta, pa dur, pa gjymtyr trupit, përjetësisht. Nga disa veprime shumë të pa arsyeshme, komplet të panevojshme, që me kujtu ato që thamë ma heret para disa hutbeve, me na vetë sot, pse kena bo, çka kena bo, për çka kena bo, kreti rrudhëm kratë, edhe kërkush përgjigje nuk din me dhomë. Sot me vetë prindin, pse ka hub synin, pse ka hub dorën, pse ka hub gishtin, fëmija jëtë, s'din me dhomë përgjigje. Edhe ato e ka bo drejt për zdrejt të i përkroh na. Na jena kona ata të cilët i kena morë për dore, edhe na quj, na shkuja u kena bleja të të shkrejta fëshek zjarre, bashkë me ta, edhe u kena dhonë, ju kena thonë honi, edhe qërën i sytë, edhe hop një durt, e hop një gishtat, e bën një dome. Po ja bre haqë se që bashkë qashtu si ju kena thonë, amo
Po jo, na çështo si këna thonë, po çashtu ka rezultatin në fund. Pa pse breve shty, po t'intereson e çka është kjo harpune, kështu që gjithmonë po i përmend këto tema. Na ka ardhur një hadith i pejgamberit alayhi salatu vesselam, të cilin e transmeton Ibn Majah dhe i cili rëngohet në rangun e haditheve sahih. Pejgamberi alayhi salatu vesselam po thot, kur shfaqet një mëkat, një emet, një problem në mesin e një populli dhe ata nuk e ndaloni, kur shfaqet një e keqe, një problematik në mesin e një populli dhe ata nuk del kërkush me ndalue, po thot pejgamberi alayhi salam, Allahu ka mi përfshi të gjithë në dënim. E të gjithë, edhe ata që se kanë boa, po, edhe ata që se kanë bo, po nuk e kanë ndalu kur kanë ndodh, edhe ata komi përfshi Allahu në dënim. Edhe mu këtu që po flas para juve. Prandaj, qëtu vrejtje, qëtu këshilla, të Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu vesselam, e që Allahu xhalleshanuhu po thot në një ajet më lart, bima kasabet eidin nas, shumë të këqija në tokë ndodhin prej duarve të njerëzve. E ju mas nena pyetni çka ndodhi, pse na ndodhen këtu fatkeqësi, pse na ndodhen këtu tragjedi? E përgjigjen ne do ta kërkojmë te vetja jonë. Sa po luftojmë, sa po flasim, sa po punojmë kundër këtyne dukurive negative. Apo këtu kadal po shkojnë tu na normalizue, edhe një hoqë atje që thani dite, tha mos u çuditni kaq shumë që na kanë rrugë përpara me këtë euforie, me këto probleme kaq të mëdha neve, kur të shihni eventualisht na i ditë na i hoqë në hutbe me teshat babadimit. A kupton? Sepse me të vërtet, kur na nuk flasum kundër këtyne dukurive, kur na nuk punojmë kundër këtyne dukurive, kur na nuk i kundërshtojmë këto dukuri, kur na nuk e zbatojmë ato çka e kemi obligim, Allahu po thot, dënimi kom ju përfshi krejtve. E bilet pakten, më u lidh te hadithi tjetër i pejgamberit alayhi salam që ka thonë, kur ndodh një jetë keqe në mesin e juj, ndalni me dorë. Mos e leni mu zgjërue, mos e leni me marr për mosa. Po nëse s'muni me nal me dorë, atëherë të pakten folni kundër saj, apo kundërshtojeni me zemër. Por kjo kundërshtimi me zemër është pjesa më e ulët e imanit, ka thonë pejgamberi alayhi salam. Kur të vje puna, mos me mujt me nal një të keqe, edhe mos me guxu me fol kundër një të keqës, edhe mos me dash me fol kundër një të keqës, se verës nxet e dimni të ftoft, a ke po do të neve që po pritojna me fol, e po pritojna mu pregadit ka pak, verës po thojmë, hajde se zheg, mos i vanoni xhamatin, e dimnit po thojnë, hajde se ftoft, mos i vanoni se i mordhejt njerëzit, edhe çka vjen puna 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, një imam, 2 këshilla, 2 vrejtje, nuk i ka dikon që e ka marrë dikush apo o bazua dikush në fjalën e tij. O vllazni, po i bashkangjitna atij apelit të dhimbshëm që dha drejtori i klinikës emergjente në Prishtinë. Amon tha, ju bojmë thirrje shtetit, e organeve, familjeve, kryefamiljarve, njerëzve, krejt. Me urgjencë. Të bëhemi bashkë edhe t'i thojmë ma jo këtyne dukurive negative. Pse bre vllazni, çdo vit, çdo fund vit, do të më na u gjymtue e më na ndodh tragjedi në për shtëpijat e tona, në për familjet e tona, në për fëmijët e tonë,
sa zjarre u degjen atje, disa prona, disa banesa, disa vende, prej frëshek zjarreve, prej qëtyne të merrave, prej qëtyne problemeve. Po çka me bo tash? Tash, elhamdulillah, për të mallit Allah. Allahu nuk ne i ka mshele rrugën. Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanuhu ka thonë, o ju që e keni mbyt veten me mëkate, la taknatu min rahmetillah, mos e humbni ymytin, mos e humbni shpresën në rahmetin e Allahut, në faljen e Zotit gjelle gjelaluhu ve gjelle shanuhu. Një pendim edhe një kërkim falje të sinqert prej meje këtu e të gjithë na, që jemi konë në një formë apo në një tjetër pjesë e këtyre të këqijave, e këtyre dukurive, e këtyre gjanave jo të mira të ndodhura në përmesin tonë, në për familjet e tonë dhe në për njerëzit e tonë. Të pendohemi dhe të rikthehemi Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu sinqerisht. Kthehemi tek mëshira e Allahut te bareke ve teala. E të dim ku për shpenzojmë pasurin tonë edhe njerësën tonë, edhe parën tonë që me shumë mund edhe djerës, po e fitojmë edhe po e bojmë. Allahu xhelle shanuhu na i mundsoft edhe na i leh të soft që në këtë vit që kemi hy kalendarik, më na dhon Zoti të mira, e mirësi, e begati, e bereqet, e shëndet në familje, e në farefis, e në fëmijë, e kudo që jemi. E ato që na kanë munguar në vitin e kalum, Allahu inshallah na i kompenzon edhe na i shton. E të mira që i kemi pas gjatë këtij viti, inshallah Zoti na i shumë fishon hale, më shumë. Dhe na bën prej atyre që so herë që gjindemi eventualisht në lëshime, në gabime, në gjona jo të duhura, rikthehemi me njëherë të Allahu te bareke ve teala. Pendohemi me njëherë te Allahu te bareke ve teala. Një pendim të sinqert na dohet në këtë fillim vit dhe një vit i mbar inshallah për të gjithë neve. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu na i falt ato gabime, ato mëkate, ato lëshime që i kemi bë dhe na boft që të rikthehemi përsëri në rrugën e Zotit, në rrugën e vetme të shpëtimit, në rrugën e vetme të përmirësimit, në rrugën e vetme të daljes nga çdo mëkat, nga çdo gabim, nga çdo kthetër dhe në realizim të çdo synimi, qëllimi, nevoje që kemi ne për ta realizuar. Ne sot kemi një kërkesë nga Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës së Kosovës që pak a shumë me na i mundsue mu mundu që qatë pjesën e harxhimeve që i kemi bot pa nevojshme gjatë këtij viti pak me kompenzue në halal. Këshilli i Bashkisë Islame i Fushë Kosovës është duke provu me blej një vakaf dhe Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës së Kosovës ka dashur që shpërblimin e blerjes së këtij vakafi me shpërnda të krejt na. Mos me marr shpërblimin veç dikush, po shpërblimin me marr krejt na. E sidomos në këto prona që janë në vakafe dhe që mbeten përjetësisht vakafe, është mirë me kontribue. Me qatë sa kemi mundësi, sepse deri në kiamet, që ajo pronë mbetet vakaf, sa mirësi që shihen në atë vakaf dhe në atë pronë, kanë me i vazhdu të mirat ty, e kur të vdek shte fëmijëve tu, e kur të vdesin fëmija të fëmijëve tu, deri sa të ekzistoj qaj vakaf, sikur sa deri sa të ekzistoj që kjo tokë me ekzistu që kjo xhami, edhe sa të ekzistoj që kjo xhami, edhe sa të thirret ezan, edhe sa të falet namaz, edhe sa të kënohet Kur'an, edhe sa mirësi që bohen, një pjesë e shpërblimeve kanë një shku se cilit prej atyre që me €1 ka kontribue në bërjen, në mirëmbajtjen edhe në mirëqenjen e këtij vendi dhe të vendeve të shejta e sidomos të vakafeve. Andaj edhe na si xhamat, edhe na si xhami, ju kisha lut atë sa kemi mundësi sot tek posërqia atje që kemi qit me kontribue që edhe na mos me mungue në këto mirësi. Allahu ja fshtoft mirësitë e bereqetin e begatit e për hatër të këtij sadake që ju sot do të epni. Allahu ja fsheroft familjet, ja fsheroft fëmijët e vlad, ju dhasht e vlad dhe na i mësoft Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu me na i mëshiru të vdekurit ton edhe neve me na bë
dhe mos më na lën ndryshe, më na ardh vdekja vetëm duke qenë dhe duke meritu mëshirën e Allahut dhe xhennetet e Tina. Sadakallahu al-azim.